Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin. Ditën e sotme do ta nisim me një analizë të ngjarjes së djeshme apo të një interviste ku për herë të parë në emisionin Se luan topi, Xheneta Fetau u rifye për jetën e saj. Ka patur komente të ndryshme, ka patur analiza të ndryshme, por ka patur edhe mbështetje të madhe drejt asaj se çfarë Xheneta foli. Intervista ishte bazuar në jetën private të Xhenetës, intervista ishte bazuar në përditshmërinë e Xhenetës, intervista ishte bazuar në ditët e saj, por me patjetër që foli edhe për ngjarjen më të dhimbshme të familjes Kelmendi, për ngjarjen më të kopshme. Edhe pse shumica e morën sikur Gjesti dhe Xheneta kanë krijuar një raport, kanë krijuar një lidhje, kanë krijuar një shoqëri në thojza le ta themi virtuale, kjo gjë nuk ka ndodhur. Xheneta rodhi në lot pas historisë që tregoi për nënën e saj, një histori që realisht e ka treguar edhe brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës, që si çdo fëmijë që e kupton të vërtetën, dëshiron të takon nënën e tij biologjike, Xheneta Fetau ka përjetuar një krizë të madhe emocionale në momentin kur ka takuar nënën e saj. Por gjërat nuk kanë përfunduar këtu, gjërat nuk kanë mbetur këtu. Xheneta Fetau foli hapurazi për Gjestin, për ndjenjën e saj me Gjestin dhe për herë të parë publikisht e pranoi që me saj edhe Gjestit kishte një emocion dhe një dashuri. Xheneta tregoi se Gjesti ka qenë i lidhur emocionalisht me Xhenetën, ka qenë i lidhur pas dashurisë së saj. Do me thënë, janë premtuar gjëra që edhe kamera nuk i ka treguar. Janë premtuar gjëra që edhe publiku nuk i ka dëgjuar, gjithmonë sipas Xheneta Fetaut. Por Xheneta vazhdoi duke treguar që brenda shtëpisë së Big Brotherit, VIP Kosovës, unë kam qenë pranë Gjestit në ditë të vështira, siç ka qenë ai pranë meje, tha. Edhe njëkohësisht ai kam thënë që unë gjithmonë do të jem pranë teje. Ajo që Xheneta në këtë rast, sipas analizës time dhe asaj që unë arrita të kuptoj rreth asaj interviste, që ishte një intervistë që nga disa u quajt edhe pak e tepruar, sepse u fol për një rast që ndoshta Xheneta edhe nuk e ka të drejtën ta flet në raport me vëllaun e Gjestit, familjen e Gjestit, por nuk është se foli gjë të keqe, domethënë foli një diçka që tashmë të gjithë e kanë fol, dhe ajo tha që unë kërkoj prej Gjestit, apo do doja në fakt prej Gjestit, të kemi një derë të hapur të raportit, apo të kemi një lloj respekti kundërdrejt njëri tjetrit për të gjitha atë kohë që ka kaluar. Dhe këtu, për herë të parë, me aq sa unë arrita të kuptoj, ranë në tokë të gjitha egot e Xheneta Fetaut, sepse Xheneta sipas asaj që në fakt u fol ditën e djeshme në Se luan topi, pas ka vepruar me ego, që nuk kupton për të gjitha fjalët që i ka thënë, për të gjitha ndjesit që ka treguar, për të gjitha emocionet që ka treguar në raport me Eglin, me Gjestin, me atë raportin e ndërtuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës, Xheneta ka folur me ego. Edhe pse Xheneta tha Gjesti më ka shar brenda në shtëpi, unë e ditha që nuk e ka bërë me qëllim, unë e ditha që nuk e ka bërë me kastile këtë gjë. Xheneta pranoi që brenda shtëpisë së Big Brotherit nuk ka dashur dhe nuk ka lidhur asnjë emocion me Gjestin. Do me thënë, nuk ka dashur veten e saj që të dashurohet, sepse sipas Xhenetës, nënkuptohej që një ditë ajo dashuri do të merrte fund, do me thënë sipas Xhenetës. Dhe do dilte njëri prej të dyve i lënduar, dhe Xheneta nuk dëshironte që këtë format ta mbyllte me lëndim. Tani,
Disa e quajtën Xhenetën përfituese e rasti. Disa e quajtën Xhenetën të sinqert. Disa e quajtën Xhenetën që e teproi, që keq përdori situatën. Tani unë nuk më duke që Xheneta ka kish përdor situatën sepse bëhet fjalë për protagonisten e gjës dhe unë kur jam protagonisti një situate, kam të drejtën e plot të flas për situatën time, që kam patur të bëj për shembull me atë X personin. Ndërsa, për situatën e vllaut të gjestit, Xheneta nuk foli shumë, thjesht me lot në sy, që do me thënë ishin lot që unë nuk i kisha pritur ndonjëherë që Xheneta Fetau do t'i derte. Xheneta e tregoi karakterin e gjestit, do me thënë ai djali i harreshëm, ai djali me dashurinë më të madhe, ai djali me pozitivitetin më të madh. Në atë gjendje, do me thënë për Xhenetën ishte shkatruese. Dhe këtu Xheneta që në fakt mua më duket që Xheneta ka kuptuar thelbin e jetës, sepse është rritur pa dashurinë e nënës, është rritur pa dashurinë e babait, është rritur gjithmonë me zemrën bosh dhe kujtimin te familja, dhe kjo gjëja e ka bërë Xhenetën që ndoshta të jetë e ftohtë ta përdorën egon e saj si mbrojtjen, sepse nuk ka patur njeri kush ta mbron në jetë, pa marrë parasysh rrethanave gjërave që u ka ardhur, dhe mendoj që kjo arma ka qenë arma që Xhenetën e ka mbajt të fuqishme dhe ka mbajt në këmbë. Dhe pikërisht, ndoshta kjo e bëri Xhenetën që të jetë aq emocionale edhe aq e lënduar. Por, të gjitha ato që u thanë, të gjitha ato që u folën, gjatë gjithë kohës, gjesti është mashtrues, gjesti gënjen femra, është manipulator etj etj. Nga intervista që unë pash dje, nëse do të flasim me analistë të detajuar dhe pa emocione, do me thënë të mos anojmë në për emocione, unë e pash që Xheneta përfundimisht e uli egon e saj edhe pranoi të vërtetën dhe realitetin, të vërtetën që në fakt të gjithë në këtë rast do dëshironin ta dëgjonin nga goja e Xhenetës, sepse Xheneta asnjëherë publikisht nuk e ka thënë që e ka dashur apo ka ndjer diçka për gjestin. Më thënë është hera e parë që Xheneta Fetau deklaron një gjë të tillë. Ajo ishte shumë e lumtur që kishte patur një eksperiencë, do me thënë se do t'i jepej ta ndryshonte Big Brotherin, nuk do ta ndryshonte kur, sepse ka patur një eksperiencë të bukur, dhe kjo në fakt e bëri intervistën që të jetë shumë natyrale, të jetë shumë e vërtet, edhe pse unë nuk ma merr mendja, do me thënë e them kështu troç, që njeriu mund t'i derdhën gjitha të lot dhe të jetë aktrim, të jetë diçka e skenuar, ta quajmë një skenar, apo të jetë diçka e manipuluar vetëm e vetëm për klikime. Sepse po të ishte puna për klikime, ma merr mendja që Xheneta nuk do t'i linte, nuk do t'i jepte deklaratat në fiber, por do të dilte në për emisione dhe do të mbante triumfin e emisioneve. Gjithsesi, unë jam pro njerëzive që reflektojnë, jam pro njerëzive që arrin ta kuptojnë realitetin dhe të vërtetën në të cilën janë, pa marrë parasysh se jeta çfarë na sjell, jeta është sprov, ne duhet të jemi zemërgjër, duhet ta pranojmë të vërtetën dhe nëpërmjet të vërtetës duhet të ecim përpara. Dhe unë mendoj se të gjithë janë zemërbut në momentin kur njeriu bie me këmbë në tokë, e ulën egon e tij dhe vazhdon drejt ditëve të bukura. Pastaj, se a do të ketë një raport shoqëror, a nuk do të ketë, ju lutem që mos dezinformohet publiku, Xheneta nuk është pajtuar me gjestin. Më thënë thjesht, ajo e foli atë ndjesinë e saj se çfarë raporti do dëshironte të kishte me gjestin, por jo që është pajtuar apo ka ndërtuar një marrëdhënie. Ne të takohemi sërish së bashku, kjo ishte analiza ime, mendimi im rreth marrëdhënies së Xhenetës, gjestit dhe asaj se çfarë në fakt Xheneta tregoi ditën e djeshme.